Unë mendoj që ndryshimi i kursit në politikën gjermane dhe pikërisht të Mercit është ndoshta ajo nevoja apo përpjekja e kancelarit gjerman për të marrë leadershipin tashmë në Europë, por gjithashtu vjen edhe pas një sër tavolina shumbullake të dështuara ndërmjet Ukrainës, SBA-s dhe Rusisë. Dhe në gjitha këto takime të cilat pritej armëpushimi apo një memorandum drejt paqes, dolën të gjitha të dështuara dhe u duk qartë që revanshi rus nuk e kishte ndërmend të ndalonte në 20% e territorit dhe po aq kapacitetet e pajisjeve që tashmë Ukraina i dispononte si Storm Shadow apo dhe ATACMS nuk është se patën ndonjë ndryshim në kursin e veprimit të luftës apo në depërtimin në pika strategjike ruse. Ndaj kjo lëvizje mendoj që në një mënyrë të zgjuar u justifikua edhe me limitimin e targetimit vetëm të objekteve ushtarake, pra komand kontrolli, komand postet dhe jo në asete ku mund të ketë civil. Ende nuk dihet nëse këto do të përdoren, do të lejohen, pasi është një deklaratë e hedhur në tavolinë. Mendoj që sigurisht duhet të ketë një dakordsi mes liderëve europian, politikisht si do duhet politikisht dhe me Trump. Politikisht mendoj që për post të gjithave është edhe një sfidë personale, por edhe një mënyrë e Mercit për të mbajtur atë premtimin për konsum politik të brendshëm, pasi ai erdhi me premtimin e madh të rikthimit të Gjermanisë si leadershipi europian, edhe pse unë jam pak skeptike nëse kjo do të arrihet,